Me mbroma dhe mirë se vini në këtë transmetim të drejt për drejt. Unë jam Sari Doçe, do të jemi së bashku në minutat në vijim në ekranin e ABC News për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore sa i përket konflikteve më të nxehta globale. Premtimi i ministrit të mbrojtjes së Ukrainës, i cili kishte deklaruar disa muaj më parë se luftën do të dërgonte Vladimir Putin në shtëpi, duket se po bëhet realitet. Ukraina ja ka dalë që ta çojë luftën në pragun e Moskës, e sulmi i ndodhur këtë të njëjtë ka qenë më i madhi që prej 4 viteve luftë. 17 personat plagosur, një rafineri nafte e goditur për herë të dytë brenda kësaj jave, kaos dhe panik, dhe sipas asaj që kanë përshkruar qytetarët e Moskës, si pasojë shpërthimit masiv, pati një shi nafte. Ky ka qenë termi i cilin ata kanë përdorur, ndonë është mohuar nga autoritetet e Rusisë. Vetëm shihni pak se çfarë shpërthimi të madh ka pasur ditën e sotme në Moskë, ku i gjithë qielli është bërë ngjyrë gri për shkak goditjes së kësaj rafinerie nafte. Rrjeti ka zier me pamje të drejtë për drejta të cilat vinin nga Moska, me qytetarë të cilët treguan gjithçka në rrjetet sociale. Kjo tjetër video jep pak më shumë detaje mbi shpërthimin e madh që ka ndodhur. Nëse do të ndalemi këtu, do të kemi në këto momente kapakun e njërës prej rafinerive të naftës, i cili ka fluturuar në qiell, duhet thënë, për shkak të shpërthimit të madh. Do të kemi mundësi që të shohim edhe pamje të tjera të cilat e tregojnë edhe pak më qartësisht gjithçka që ka ndodhur si pasojë e sulmit të kryer nga dronët e Ukrainës. Janë këto vetëm disa nga pamjet që vijnë kur bëhet fjalë për publikimet në rrjetin social X, pasi është e qartë se mediat ruse nuk kanë transmetuar pamjet thelluara të këtij sulmi i cili ka ndodhur në kryeqytetin e Rusisë. Sulmet ndaj Moskës kanë qenë gjithnjë e më të shpeshta. Ndërkohë që në Moskë ka pasur shpërthime nga ky sulm i Ukrainës, në Kiev kanë shpërthyer memet. Më lejoni t'ju tregoj disa prej memeve kryesore të cilat kanë tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare përgjatë ditës së sotme, si disa prej imazheve më kreative të shkaktuara nga lufta. Gjithçka që do të shihni në postimet në vijim tregojnë pikërisht edhe reagimet që ndodhin në Moskë përmes veprave të ndryshme të artit të modifikuar apo edhe pamjeve të tjera. Është pikërisht ky kapaku i rafinerisë për cilën unë fola, i cili është përdorur në disa meme të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe një produkt i cili është modifikuar sikur shitet në eBay, duke thënë se kjo është kapeli e operacioneve speciale, të cilat Ukraina po i kryen. Një video të tjera, pamje të tjera, të cilat kanë bërë kudo xhiron e rrjetit për shkak të kreativitetit të lartë të përdoruesve të rrjeteve sociale dhe janë pasqyruar sigurisht kryesisht nga mediat ukrainase se këtu shihet Vladimir Putin, i cili po mban pikërisht këtë kapak rafinerie duke përdorur atë si një mburoj. Janë pamje gjeneruar edhe me inteligjencë artificiale, ku në mesin padyshim e më të bukurave ka qenë një video e publikuar ku tregohet pikërisht edhe presidenti Ukrainës si një dirigent i të gjithë asaj që ka ndodhur në Moskë së bashku me shpërthimin i cili u bë viral, duhet thënë, kudo në rrjetet sociale. Mirë, teksa flasim për meme, duhet flasim sigurisht edhe për reagimet zyrtarëve. Ishte një pasqyrim për të tensionuar ndoshta atë situatë në cilën një mësuar në 4 vite me përballje të drejtë për drejta të liderëve. Volodymyr Zelenski thotë se ashtu siç është djegur Ukraina, do të digjet dhe Rusia. Është ky zotimi i tij për sulmin më të fundit të ndodhur, ndërkohë që i bëri thirrje Evropës dhe Shteteve të Bashkuara që të rrisin presionin mbi Rusinë përmes sanksioneve mbi sektorët e mbrojtjes dhe energjisë së Moskës. Ndërkohë një reagim ka pasur edhe nga Mark Rutte, sekretari i Aleancës Veriatlantike, i cili ka deklaruar se Ukraina po tregon qartësisht se ka arritur të ndryshojë tërësisht frontin e betejës. Sulmi nuk mbeti pa përgjigje edhe nga ana e Rusisë, me ministrin e tyre të jashtëm Sergej Lavrov, i cili është zotuar për hakmarrje. Lavrov ka deklaruar se në ditët në vijim forcat e armatosura të Rusisë do të kryen bombardime të mëdha ndaj Ukrainës, duke shënjestruar Kievin, kryeqytetin e këtij shteti. Për të zhvillimeve të cilat kanë ardhur nga fronti mes Rusisë e Ukrainës, ka pasur deklarata të rëndësishme kur bëhet fjalë edhe për mbështetjen ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Europës. Në samitin e NATO-s mori pjesë sekretari amerikan i luftës Pete Hegseth, i cili ka deklaruar se tashmë Europa duhet marrë në dorë sigurinë e saj, dhe për këtë Amerika ka një plan konkret. NATO 3.0 ishte kjo ajo çfarë artikuloi Pete Hegseth, i cili deklaroi se brenda 6 muajve në vijim do të ketë një tërheqje masive të
të trupave amerikan të vendosur në shtetet europiane, duke deklaruar se përzgjedhja do të bëhet bazuar në marrëdhëniet që kanë pasur Shtetet e Bashkuara me secilin shtet, duke sjellë këtu shembullin më të freskët të mbështetjes që Amerika ka kërkuar kur bëhej fjalë për Iranin. Hegseth e artikuloi qartë përgjatë samitit të NATO-s se kjo mbështetje ka munguar nga ana e perëndimit dhe për këtë arsye disa gjëra janë bërë më të qarta se kur. Ndërkohë, është firmosur memorandumi i mirëkuptimit për cilin gjatë gjithë kësaj jave kam sjellë në program informacionet më kryesore duke shpjeguar disa avantazhet edhe për Amerikën. Ka pasur një reagim për herë të parë vetëm disa minuta më parë nga ai që ne quajmë Khamenei Junior, ka qenë pikërisht Moshtaba Khamenei, i cili ka deklaruar përmes një deklarate të publikuar nga mediat iraniane se ai kishte pranuar memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar nga presidenti i Këshillit të Vendit të tij, duke deklaruar se do të ishte një zgjedhje e duhur, ndërsa shtoi se nuk do të pranojnë kërkesat shtuara nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke deklaruar në mënyrë të qartë se Donald Trump arriti një marrëveshje pasi ishte i dëshpëruar mbi atë se çfarë po ndodhte me luftën në lindjen e mesme dhe me atë cilin ai e përgëzoi si rezistenca iraniane. Ka qenë ky reagimi i parë i Moshtaba Khameneit, liderit suprem të Iranit, ndërsa Donald Trump dhe Masoud Pezeshkian nënshkruan zyrtarisht edhe memorandumin e mirëkuptimit i cili i hap fazën 60 ditë bisedime mes palëve për të sjellë më pas një marrëveshje afatgjatë ku linja e kuqe e Shteteve të Bashkuara është padyshim një Iran pa armë bërthamore. Mirë, ishte ky një përditësim i gjitha zhvillimeve kryesore të ditës së sotme të sjellë në Magic Wall. Mbrëmjen e sotme në program flasim për atë çfarë po ndodh në Moskë. Ukraina dërgon luftën në portat e Rusisë dhe njëkohësisht në pjesën e dytë të programit do të flasim për atë që duket se është një plan agresiv i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvendosjen e trupave të tyre ushtarak nga bazat e NATO-s, duke deklaruar se Europa tashmë duhet të marrë në duar sigurinë e saj. Të gjitha këto me një herë vetëm pas siglës. Mbrëmjen e sotme me mua në program është profesori asociuar e çështjeve të sigurisë, zoti Xhavi Çala. Zoti Çala, mirëmbrëma, kënaqësi të kem në program. Gjithashtu me ne mbrëmjen e sotme në studio është edhe zoti Ledion Krisafi, eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare. Krisafi, mirëmbrëma, kënaqësi të kem në program. Deklaroi vetëm disa muaj më parë ministri i ri i mbrojtjes së Ukrainës se zotoi se nëse do të ishte gjëja e fundit që do të bënte në jetën e tij, do të ishte që të dërgonte luftën në dyert e Rusisë. Pikërisht në Moskë ndodhen ditën e sotme disa sulme, duhet të thënë të rënda. Hera e dytë që goditej një ndër rafineritë kryesore, mediat ndërkombëtare përfshirë Bloomberg dhe Financial Times flisnin se Rusia po flet tashmë me tregjet aziatike për të blerë benzinë, situata është tejet kritike. Ishte ky një parashikim që askush nuk kishte arritur ta bënte në kaq kohë të shkurtër një Ukrainë e cila bëhej më agresive se kurrë ndaj Moskës? Në fakt, unë mendoj që është rezultati i gjithë asaj që Ukraina ka bërë në një vit e gjysmë së fundit, sepse nëse godet edhe 2000 kilometra larg nga Ukraina, një moment do të godasësh edhe në Moskë. Por duhet të thënë që Moska ka qenë ndoshta rajoni më i mbrojtur paktën nga sistemet kundërajrore që ekziston jo vetëm në Rusi, por në pjesë madhe të botës. Ishte edhe përforcuar edhe më shumë gjatë edhe para paradës së 9 majit, ku kishte një frikë nga ana e Ukrainës si mund të bënte një sulm gjatë paradës. Kështu që është pak e çuditshme fakti që kishte një sulm të tillë në Moskë, sepse flasim thash për një rajon i cili është shumë i mirë fortifikuar dhe shumë i mbrojtur nga sistemet kundërajrore, por në raste të tilla janë 400, 500, 600 dronë cilët dërgohen drejt një objektivi dhe mjaftojnë sikur 5, 6, 7 apo 10 prej tyre të arrin të godasin në rafinerinë, e kanë bërë punën e tyre, nuk është e thënë që të gjithë të bien në rafineri. Unë mendoj që më shumë se sa çështja e rafinerive të cilat mund të reparohen. Kanë qenë mbi 1000 dronë dhe 4 raketa thot Moska, të cilat kanë arritur të rrëzojnë. Pikërisht, në 1000 dronë mjafton 10 prej tyre të kanë arritur në destinacion dhe bëjnë punën, nuk ka nevojë që të 1000. 1000 shët bëjnë për të çorientuar pikërisht mbrojtjen ajrore të Moskës dhe kam përshtypjen që kanë qenë pikërisht 1000 dronë për të shmangur ose për të orientuar faktin që Moska ka qenë mirë fortifikuar nga ana e sistemeve ajrore. Por unë mendoj që përtej problemet tek rafinerive o probleme me naftën, me benzinë që mund të ketë Rusia, të cilat deri diku dhe mund të ripanohen në një kohë deri diku të shkurtër. Problemi kryesor me Rusin në momentin është imazhi i Putinit si njeriu i sigurisë, si njeriu që përçonte sigurinë dhe që i mbronte rusit, si thua që lufta që donte larg në këtë rast ishte thjesht një operacion special 700 kilometra larg në këtë rast në Ukrainë. Ky imazh ka filluar të thyet, ka filluar të çahet. Dhe ky është problemi më i madh që mund të ketë Putini, sepse
thash rafinerit mund t'i riparoj, por imazhin ka të vështirë ta riparoj. Dhe që të riparoj imazhin duhet të bëjë në një gjë të jashtëzakonshme në Ukrainë, gjë që nuk duket se ka ndonjë shans të ndodhi për momentin, sepse Putin gjatë këtyre 25 viteve që ka qenë në pushtet, ka bërë një lloj pakti, le të themi, në heshti me rusët. Dhe pakti ka qenë që do jepte zhvillim ekonomik, do jepte sigurinë që nuk e kishin dhe qëndrueshmërinë që nuk e kishin në vitet 90 me Boris Jelcinin. Në këmbim të kësaj populli rus i thua do rinte i qetë dhe nuk do ndrynte në punët e politikës. Në këtë moment ekonomia është thuajse zero, mund të jetë edhe minus gjatë këtij viti dhe vitit kaluar. Imazhi i sigurisë është duke rrozuar, sepse nuk është më Rusia që është si kështjell, si fortesë, si thuash. Lufta ka shkuar në Moskë, ka shkuar edhe në Shën Petersburg dhe imazhi i tij është problemi kryesor që me cilën po përballet në këtë moment Vladimir Putin. Ishte një takim i tij sot në rajonin e Kazanit në juglindje të Rusisë, ku supozohet që njerëzit i takojnë në rrugë ishin aktorë të sjell me porosi për të takuar Vladimir Putin. Pra në momentin që një person si Putin, i cili mbahet me idenë që ka një popularitet shumë të madh në popullsinë ruse, nuk arrin dot të dalin në rrugë të takojë njerëzit e zakonshëm, kjo është një problem më i madh për vetë Putin se sa dëmtimi i rafinerie, e cila mund të riparohet përnda pak kohësh. E qartë, profesor Shala, çfarë tregon sulmi më i fundit ndaj sigurisë Moskës? A tregon se askush nuk është imun kur bëhet fjalë për nisjen e një lufte dhe pasojat e rreth apo vonë do të bien mbi ty? Ka një rëndësi të madhe, kjo goditja e sotme ka një rëndësi të madhe për Ukrainën, një rëndësi të madhe politike, një rëndësi të madhe ushtarake dhe gjithashtu, por edhe ekonomike. Pse ka rëndësi politike? E përmendi Ledioni, rafineria goditur është rreth 16 km larg Kremlinit. Pra, ukrainasit arritën që të japin goditje 16 km larg Kremlinit, që nesër nëse pala ruse do godasi godinat qeveritare në Kiev, edhe këta shumë mirë mund t'i përgjigjen duke goditur Kremlinin. Kjo është nga ana politike, pra ka një rëndësi të jashtëzakonshme, mund ta krahasojmë atë operacionin që bëri dikur Ukraina kur goditi avionët strategjik. Ke parasysh ai operacioni i famshëm që u bën atkoh për nga rëndësia politike që pati. Kjo tregon gjithashtu që Ukraina po tregon që nuk ka ndërmend të mundet, nuk po themi të fitoj, por nuk ka ndërmend të mundet. Kështu që konflikti duket që është ngrirë në ato vija që janë, në ato vija në front. Dhe që lufta nuk po zhvillohet në front, pra kemi një konflikt ku lufta nuk po zhvillohet në front, po zhvillohet në thellësi. Pra si ruset që vazhdojnë goditjen në territorin e Ukrainës, ashtu dhe Ukraina në territorin rus. Pra është një zhvillim shumë interesant. Gjithashtu tregon që Rusia përfundimisht ka humbur atë avantazhin e madh që kishte thellësinë strategjike. Në çfarë kuptimi thellësinë strategjike? Deri dje Putini i dhënë garanci dhe lufta zhvillohej në territorin e pushtuar Ukrainas. Dhe Rusia, rusët, qytetarët rusë e shikonin nga televizionet e tjera dhe nuk e ndjenin. Pra, mund diskutoshin edhe me tifozlik për atë luftë që zhvillohej. Tashmë, luftën ata kanë në pragun e shtëpisë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo do bëjë që të rritet presion edhe i popullit rus në këtë rast. Aty, nga pamja që transmetohet, u pa që goditjet ishin shumë kirurgjikale. Pra ishin nëse para 2 ditësh ose djem duket ka qenë një goditje ku u shujt zjarri brenda 6 orësh. Goditja sotme është një goditje shumë e fuqishme dhe është në pikat kyçe. Në rafineri që po godasin tashmë, ukrainasit po arrin e kanë formatizuar një model goditje ku nuk merren me godasin pikën kyçe. Cila është pika kyçe? Pika kyçe në rafinerit, siç thonë edhe specialistët edhe inxhinierët e asaj fushë, që nga ajo pjesë ku bëhet ndarja, pra jo aty ku pranohet nafta bruto, po aty ku bëhet ndarja e elementeve, ku ndahet benzina e tjerë. Duke goditur këtë, kjo që ka shumë vështirë për të riparuar dhe kërko ka kohë. Pra në gjitha rafinerit kanë filluar të godasin këto pika për të mos iu dhënë mundësinë atyre ose për të vënuar shumë në kohë problemi i riparimit të këtyre. Pra, gjithashtu çfarë po ndodh tjetër? Goditja këtyre në këto hapësira po bën të mundur që të mendojnë për rivlerësimin e objekteve strategjike rusët, sepse tashmë
kapacitetet e tyre për mbrojtjen kundërajrore, qoftë të shfrytzuara si Moska derisa u ça Moska, nuk mund të rri kush objekt tjetër pa u dëmtuar. Kështu që kjo po i detyron ata që të fillojnë tashmë të mund të rishohin objekte strategjike që duhen mbrojtur. Moska mbrohet nga sistemet mbrojtjes ajrore të prodhuara prej saj apo jo? Patjetër, por fakti që u ça do të thotë që ka para misul me 5-600 dron normalisht sikur 5% e tyre me shku në objektiv, dëmi është kolosal. Dhe në këtë mënyrë kjo mund të bëjë të mundur që ato sistemet e mbrojtjes kundërajrore ata janë detyruar të heqin edhe nga fronti. Të heqin edhe nga fronti për të dërguar në thellësi, sepse janë shumë të rëndësishme mbrojtja e këtyre objekte, qoftë edhe Moskës. Po heqja e këtyre nga fronti do të kishte pasoja. Ka pasoja sepse krijon korridore tjera për mundësi avancimi po me dron. Pra është një veprim që pasojë do vinë duke ushtuar për ruset. A do të thotë kjo që po ndryshon fati strategjik i luftës? Nuk mendoj se, pavarësisht fitores e arritur, nuk mendoj që... Jemi në momentin që mund të themi? Jemi në atë momentin që tashmë Rusia po humbet luftën. Nuk është. Rusia ka shumë forca, ka shumë mjete, ka fuqi njerëzore. Kjo mund të detyrojë Putinin që të mendoj kundërpërgjigje shumë të ashpra. Janë diskutuar edhe përgjigje bërthamore bile por që besoj se është për momentin është retorik, domethënë. Pra kjo tregon është vënë përfundimisht është vënë në një vështirësi të jashtëzakonshme. Reputacioni i Putinit është shumë i diskutueshëm tashmë. Me mbylljen e konfliktit në linjën e mesme, me arritjen e asaj memorandumin me kuptimi presidenti Trump mund të angazhohet përsëri. Padyshim, pra kthehen vëmendjen e Amerikës tek Ukraina. Mund të kthehet vëmendja në Ukrainë dhe nga ana tjetër për ta forcuar atë marrëveshje ose për të larguar vëmendjen nga bisedimi 6 ditore që do të jenë të vështira në këndvështrimin tim, mund të angazhohet edhe në frontin e Ukrainës, pra në aspektin e marrëveshjes. Kështu që është një diçka e mirë, një plus tjetër për ukrainasit kjo. Do të mbetet për të parë edhe reagimi që do të vinë. Ndërkohë, Kresafi, ka një entuziazëm të madh kur bëhet fjalë për liderët perëndimor, të cilët shpesh kanë zgjedhur të tregojnë edhe të rezervuar ndaj sulmeve të tilla të kryera nga ana e Ukrainës. Një analizë interesante e The Guardian shkruan të ditën e sotme se Mark Rutte sapo mori një top të vështirë në këmbët e tij, cilin nuk e dim se ku do ta dëgjojë. Ishte Rutte i cili reagoi ditën e sotme pasi pati edhe një mbledhje të koalicionit vullnetit të mirë për Ukrainën, duke thënë se Ukraina tashmë po e ndryshon tërësisht frontin e betejës dhe ajo çfarë ndodhi në Moskë është padyshim një fakt. Ndërkohë, vetë Zelenski përsëriti pikërisht nga Brukseli, duke thënë se nëse është djegur Ukraina, është koha që tashmë do të djegim Moskën. Si shihet mesin e udhëheqësve perëndimor diçka e tillë? Është një tjetër etje për ta vazhduar luftën kundër Vladimir Putin? Ka dy gjëra mendoj për perëndimin këtë rast për evropianët, sepse Donald Trump është në botën e tij për momentin, kështu që nuk mund të futet në këtë ekuacion. Për evropianët, radh parë është e rëndësishme për aq kohë sa Rusia është duke luftuar në Ukrainë, nuk është duke luftuar diku tjetër. Pra, është një lloj mënyre për të mbajtur të angazhuar Rusinë në Ukrainë me luftën që zhvillohet aty dhe është një mënyrë për ta dobësuar pra sa mund të dobësohet Ukraina. Pra çdo ushtar rus i vrarë në Ukrainë, çdo rafineri e dëmtuar, çdo raketë ose çdo sistem mbrojtje ajror i Rusisë që shkatërrohet në Ukrainë është një më pak se thua që mund të përdoren ndaj pjesës tjetër të Europës. Pra nëse Rusia duke luftuar në Ukrainë nuk ka kapacitet të shkojë të luftojë në vendet balltike për shembull. Pra kjo është një qasje shumë strategjike nga ana e evropianëve, të cilët e shohin Ukrainën si një lloj bariere, si një lloj dige, si thua, e cila mban Rusinë që të mos derdhet në anën tjetër të Evropës. Por ka diçka tjetër dhe fakti që nga ana tjetër fakti që shpeshherë liderët evropian me përjashtim të Rutës, si duket sikur shpesh duket si tifoz futbollit, më shumë se sa drejtuesi i NATO-s, po liderët evropian mundohen të jenë shumë kujdesshëm ndaj sulmeve të tilla sepse i frikson asaj që Rusia mund të bëjë. Sepse gjithë dinë që Rusia ka kapacitete të jashtëzakonshme, pa diskutim, është një fuqi shumë. Ka një luftë hibride, ka një goditje ndaj kapujve, e cila është gjërësisht e diskutuar. Pati një përplasje në kanalin anglez me një javë vetëm 2 mbrëmje më parë, pra ka përpjekje të vazhdueshme. Këto janë minimumi asaj që mund të ketë një las konflikti me Rusinë, sepse Rusia është fuqi e madhe bërthamore, është një fuqi e madhe ushtarake, ka kapacitet të shumë të mëdha për të prodhuar armatime, municione kështu me radhë dhe ideja është europiane ka qenë gjithmonë që ta ngacmohet Rusia, por mos ngacmohet aq shumë sa Rusia të kthehet me një fuqi shumë të madhe ndaj Ukrainës. Një skenar i tillë mund të ishte ndoshta përdorimi i armë bërthamore. Pra, nëse arrin në pikën Vladimir Putin ku mund të jetë në rrezik pushteti i tij, mund të jetë në rrezik jeta e tij, nuk është çudi që mund të përdori dhe armë bërthamore në moment caktuar ndaj
ndaj Ukrainës. Dhe kjo ka qenë frika e evropianëve me idenë që të ngacmohet Rusia, por mos ngacmohet aq shumë sa reagimi mund të jetë kaq i madh sa mund të përfundojë nga një luftë brenda Ukrainës, mund të përfundojë në një luftë evropiane dhe dalë përtej kufive të Ukrainës. Prandaj kanë qenë gjithmonë kaq të kujdesshëm dhe vazhdojnë të jenë të kujdesshëm sepse njohin mirë çfarë është Rusia, njohin mirë shumë kapacitetet e Rusisë dhe ndoshta nuk mendojnë që Rusia mund të jetë dobësuar aq sa të fillojnë të bëjnë tifozllëk si thua në këtë moment. Kryesave, kam një pyetje. Duket sikur Vladimir Putin është më i rrezikuar se kur bëhet fjalë edhe për pushtetin e tij. Madje ti ke qenë program kur kemi diskutuar raportet e inteligjencës perëndimore që thonë se ka edhe një përçarje të madhe brenda elitës ruse, sa i përket mbrojtjes edhe vetë Moskës. Ata vetëm disa javë më parë miratuan një projekt që bankat të blinin vetë sistema ajrore dhe të kishin mundësinë të manovronin gjunin, pra është një situatë rreziku e cila duket se po shkon përtej paralajmërimeve në dokumenta zyrtar në veprime konkrete. Çfarë do të ndodhë nëse do të sfidojë pushteti Vladimir Putin? Do të kishim një intensifikim të Rusisë e cila do t'i sulej Europës apo skenari një kërcënimi me armë bërthamore? Unë mendoj që nëse sfidohet pushteti Putinit, do të jetë një pushtet më i egër se ai Putinit, pa diskutim. Sepse nëse ka një gjë që ne nuk e dim, si thuash në këtë moment, është që këto sulmet që bëjnë Ukraina brenda Rusisë, tek populli rus fillojnë ta shohin luftën, si thuash, me sy tjetër dhe janë më pro Ukrainës, le të themi deri diku, apo shtojnë urrëtitjen për Ukrainën dhe mund të shtojë presion te Putini që të vazhdojë të ketë një luftë shumë të fortë ndaj Ukrainës. Brenda elitës politike dhe ushtarake të Rusisë duket se ka një qasje, pra sa mund të kuptohet, ka një qasje drejt anës që Rusia duhet të luftojë më fort në Ukrainë. Pra duhet shkuar nga operacioni special ndoshta drejt shpalljes së luftës në kuptimin e fillit të fjalës ndaj Ukrainës. Në terminologjinë ruse ka një dallim mes dyave, sepse në momentin që i shpall luftë Ukrainës, atë Rusia është detyruar të bëjë mobilizim të përgjithshëm popullsisë. Kjo është një prej arsyeve pse Putin gjatë gjithë kohës ka qenë me idenë që të përdorim termin operacion special, sepse në rast të operacion special mund të përdori pak forca teorikisht, sepse në praktikë ka përdorur shumë forca, por teorikisht mund të përdori pak forca. Në momentin që shkon tek lufta, mund të shkojë te mobilizimi i përgjithshëm dhe jemi pastaj në luftë totale mes Rusisë dhe Ukrainës. Pra, duket se brenda elitës politike dhe ushtarake ruse më shumë anon kjo ideja nga një luftë më e madhe drejt Ukrainës, sesa ideja tjetër që për ta ulur nivelin e intensitet, nivelin e luftës dhe për të bërë një luftë, le të themi pak, ose për të arritur një lloj marrëveshje me Ukrainën. Ky është problemi që nëse sfidohet Putini, mund të vijë dikush tjetër që mund të jetë më i jashtëm me Ukrainën dhe mund të kemi shumë goditje me Ukrainën, mund të kemi mobilizim përgjithshëm të popullsisë ruse dhe nga 700.000 ushtar Ukrainës, rusë janë në Ukrainë, mund të kemi dy fishën e tyre në Ukrainë, pra rreziku është më i madh për të shkuar tek përshkallëzimi se sa tek një situatë pak më e qetë në luftën në Ukrainë. Kështu që nuk duhet të shohim se të jemi entuziastë dhe aq shumë, dhe kjo është arsye pse edhe europianë nuk janë aq shumë entuziastë për atë që është bërë Ukraina, sepse alternativa tjetër mund të jetë më shumë e keqe se Putini në këtë. Shumë e keqe. Profesor, ta drejtojmë bisedën në një tjetër linjë. Ka pasur zhvillime të rëndësishme kur bëhet fjalë edhe për aspektin ushtarak, për shembull, në Mbretërinë e Bashkuar dhan dorëheqjen sekretari i mbrojtjes bashku me ministrin e forcave të armatosura, duke thënë se Britania duhet të jetë në gjendje të shpenzojë për të qenë në gatishmëri lufte. Njëkohësisht, të njëjtin parim duket se përmendin edhe agjencitë kryesore europiane të inteligjencës. Sa janë gjasat të asaj që sot duket si një sfidim ndaj Vladimir Putin, që mund të kthehet ndoshta një konflikt më të gjerë në Europë nesër apo në të ardhmen? Pra, a duhet jetojë Europa përtej mentalitetet frikës me idenë se diçka e tillë është reale dhe mund të ndodhë? Ka produkte inteligjencë të gjitha agjencive që e parashikojnë këtë, që për një periudhë për disa vite, maksimumi 4-5 vite, 6 vite, mund të hapet një front i ri lufte. Pra, Rusia, pavarësisht se do shkojë rasti me Ukrainën, se me rasti me Ukrainën mund të kthehet një konflikt i ngrirë. Pra, Putini të ta shesi si fitore, ato që mori, pjesën tjetër nuk arriti do të me marë, po nuk ka marë pak, ka marë 20%. Dhe mund të hapi një front tjetër, një nga vendet baltike, në Transnistrian, Moldavin, apo në një nga këto, kështu që Europa shep që në kushtet e një Amerike që tashmë kërkon që mbrojtjen europiane t'ja u leje europiane, ose ata të paguen për mbrojtjen e tyre, nuk i ngelet gjë tjetër përveç se të mendojnë shumë seriozisht për të përgatitur për luftë. Dhe këto të gjithë shtetet pothuajse shtetet e Europës pothuajse e kanë në rendite tashmë. Tashmë nuk diskutohet më kjo që do ketë as do ketë. Puna është ti duhet jesh i përgatitur për çfarë ndodh më pas është situatë. Po të kesh parasysh këtu dy shtetet që u përfshin së fundmi në NATO,
Pra Suedia dhe Finlanda këto përgatitet për luftë i kanë rutinë, i kanë patur me vite, i kanë të ndarë sipas grup moshave, i kanë çdo njeri e din në rast se bie sirena e alarmit ku shkon, ku do rri, çfarë do mbrojë, pra janë përgatitur sepse ata kanë provuar në kurrizë sundimin rus për 100 e sa vite, edhe lutat e vazhdueshme. Kështu që ata nuk kanë shyer asnjë iluzion në këtë. Ndërsa Europa, si pasojë e fjetës mbi dafina, po e themi, edhe duke patur garanci të forta siguria nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga gjithë ato numër trupash që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin në Europë, në farë mënyrë filloi të bësh shkurtime edhe të atij buxheti që kishte ushtarak. Pra Anglia ka bërë shkurtimet në vitet në 10 vit dhe vit që në fundit ka bërë shkurtime të papara në forca, në kapacitete ushtarake. Tashmë ata po kujtohen për t'ju rikthyer kësaj dhe nuk ka rrugë tjetër, domethënë. A është ky një moment kritik ku në fakt duket sikur Europa do duhet të dalë vetëm ndaj të gjithës kësaj, apo mendon se kjo është një narrativë e cila është ushqyer kryesisht nga kjo administratë republikane? Po ta shohim vetëm fjalimin e sotëm të ministrit luftës, të sekretarit. Do të ndalemi, patjetër ndalemi pjesë të dytë, pra të luftës. Ta trajtojmë term të gjithë. Pra ata synimi në këtë rast edhe që në Trumpin e parë, në mandatin e parë Trumpit, por sidomos në mandatin e dytë, ata kanë kërkuar shumë seriozisht që Europa duhet marrë sigurinë në duart e veta. Dhe nuk është, dhe kjo është shumë e pranueshme, domethënë. Bile ata sot kanë diskutuar, ne mund ta diskutojmë, kanë diskutuar që për një periudhë 6 mujore do të bëjnë një rishikim. Do të ketë një rishikim. Dhe ky rishikim, po ta shohësh ti mendon se Amerika po ikën nga Europa, por nuk është kështu, po ta marrësh. Ata e kanë treguar, duam aleat fort pra vetes. Pra ata duan të shtojnë presionin në këndvështrimin tim akoma më shumë të shteteve që nuk po tregohen të gatshme. Ke një sër shtete që janë në NATO, Portogalia, Spanja, të cilet ju duket kanë Rusinë shumë larg. Po sot territori është shumë. Po më larg se gjithë ndoshta e ka Amerika. Po pra, po edhe Amerika përgatitet për luftë. Kështu që në këto kushte Europës i duhet të përgatitur. Europa ka një problem shumë të madh, duhet përgatitur, duhet të ketë ato që sot janë shërbime ekskluzive të Shtetit Bashkuar të Amerikës. E para zbulimin e inteligjencës, pra zbulimin elektronik. Pra një pjesë të këtyre duhet të zbëhet. Do të kemi mundësinë që të thellohemi vetëm në pjesën e dytë, ku do të kthehemi të diskutojmë padyshim atë paralajmërim të fortë të Pete Hegseth, i cili nuk ishte hera e parë që e dha NATO 3.0, një tërheqje e trupave amerikan nga aleanca dhe një Europë e cila bëhet zot i fatit të saj. Të gjitha këto me njëherë pas shkëputjes. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, kritikoi sërish aleatët e NATO se nuk marrin mjaftueshëm përgjegjësi për sigurinë e tyre. Nga zemra e Europës në Bruksel, Hegseth njoftoi gjatë një samiti të NATO-s se Pentagoni do të bëjë një rishikim 6 mujor të forcave amerikane në Europë, për të siguruar që aleanca udhëheq mbrojtjen e kontinentit. Ai gjithashtu e cilësoi të turpshme që aleatët europianë mbyllën bazat e tyre për Shtetet e Bashkuara për sulme ndaj Iranit. Shefi i Pentagonit i kërkoi NATO-s të bëhet një forcë ushtarake e vijës ashpër, teksa Washingtoni planifikon të investojë $1.5 trilion në mbrojtje deri në vitin 2027. Hegseth i rikujtoi edhe një herë Europës se duhet të marrë përsipër mbrojtjen e saj dhe kërkoi një riorganizim të aleancës në një NATO 3.0 të aftë për të penguar çdo kërcënim. Vërejtjet e tjerë dhe në disa javë pasi Shtetet e Bashkuara u thanë aleatëve të tyre se nuk do të furnizonin më anije dhe avion të caktuar nëse njëra prej tyre sulmohet. Sipas nenit 5 të aleancës, 32 aleatët zotohen se një sulm ndaj njërit prej tyre do të konsiderohet një sulm ndaj të gjithëve. Kjo nuk i detyron ata të ofrojnë mbështetje ushtarake, megjithse shumë ka të ngjarë ta bëjnë. Në thelb, Shtetet e Bashkuara po zvoglojnë mënyrën se si mund të ndihmojnë nëse një aleat aktivizon nenin 5. Edhe pse Shtetet e Bashkuara kanë treguar sinjale largimi, ato nuk duket se kanë ndërmend të tërheqin armët e tyre bërthamore në Evropë, të cilat janë çelësi i parandalimit të NATO-s.
NATO 3.0, thot Pete Hegseth, I cili parë lajmëron se tërheqja e trupave amerikanë ndaj Europës do të jetë agresive kësaj herë dhe shkak për diçka të tillë është bërë edhe mosmbështetja që ka pasur mbi çështjen e Iranit. Krysafi, 6 muaj kohë thot për të pasur një plan të strukturuar e shpejt për një tërheqje nga Europa për të lënë të gjitha përgjegjësisë vetë kontinentit për sigurinë e tij. Zyrtarët që folën për BBC thanë se nuk ishin informuar për një plan konkret I cili ekziston në administratën amerikane, duke përfshirë këtu edhe zyrtar të shtëpisë bardhë. Çfarë planifikon Amerika? Kam shtuar që këto mendas amerikanë vetë nuk e din çfarë planifikojnë, sepse mund dyshoj mendje Trumpi pas një muaji thotë që aleatët tani janë shumë të mirë. Ndodhi me Polonin, të shumë të aleatët, dyshoj mendje. Po ka disa, është e vërtetë disa vende për vendeve europiane me të drejtë nuk se kanë marrë shumë seriozisht pjesën e armatimit, të përmend rasti I Spanjës dhe Portugalisë janë raste emblematike, të cilët duket se nuk kanë një e qartë. Ndërkohë, për të ndalur së bashku, profesor Shala, dinamikat cilat tregojnë, siç edhe tha Krysafi, një problem të madh. Amerika nuk po di se çfarë po bën kur bëhet fjalë për këtë luftë dhe për këtë konflikt, I cili duhet të thënë është një kërcënim hibrid ndaj një Europë e cila mund të përballet me konflikt dhe situata të vështira sigurie, por njëkohësisht është edhe një qëndrim amerikan I cili thotë se Europa duhet veprojë me shpejtësi kur bëhet fjalë për fatin e saj apo jo. Në fund të dhjetorit dhe në fillim të janarit u miratuan strategjitë e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe strategjia mbrojtjes. Dhe në faktikisht ata ekipi sotëm me atë po merret, pra po përpiqet që ta zbatojë ato strategji ashtu siç ishte parashikuar. Dhe gjithsesi nuk është se Europa ne patëm edhe bisedën çfarë, nuk është se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të tërhiqen nga Europa. Do të rriqen. Ideja tashme është që NATO-ja duhet rikonceptuar në variantin që thatë ju 3.0. Pra, NATO-ja duhet të kthehet në një organizat si që ishte në origjinë, pra një organizat si që ishte në fillimit e saj, jo si që po del tashme në fund si pas pretendimeve amerikane. Që do thot në 3.0? Do thot që tashme Europa nuk do t'jenë më vetëm përfitues të sigurisë, po do t'jenë edhe prodhues të sigurisë, pra për sigurinë e tyre. Dhe ndërkohë që Europa do t'jetë prodhuese për sigurinë e vet, pra jo përfituese, e thjesht Shtetet Bashkuara të Amerikës do jenë garantuesi strategjik të kësaj sigurie. Pra do t'jenë ata pika fundore, pra kur gjithçka do duhet pastaj për të ndryshuar, do t'jenë Shtetet Bashkuara të Amerikës. E po thoshim që Europa ka filluar seriozisht, këto sinjale I ka marrë seriozisht, për ashtu pak shtete shumica po punojnë drejt kapjes e 5% të prodhimit të brendshëm bruto për luftën, apo për mbrojtjen, po e themi më mirë, dhe po përpiqen që t'i arrijnë këto, ndërkohë që kjo tërheqje e forcave amerikane ka qenë tërheqje e planifikuar në këndvështrimin tim dhe do të bëj të mundur që shtetet europiane të mendojnë vetë për zëvendësimin e këtyre. Për shembull, Kanadaja është shprehur shumë e gatshme për të bërë një zëvendësim të pjesshëm të këtyre edhe të forcave amerikane, po sidomos të pajisjeve amerikane që do të rigjen. Po ta kesh parasysh edhe në rastin e KFOR-it në Kosovë. Domethënë është thënë që është diskutuar që do ketë një amerikanët mund të tërheqin disa, po ata e lidhen edhe me rritjen e parametrave të sigurisë, por ndërkohë që janë shtuar, do të tërheqin forca amerikane, do shkurtohet numri I forcave amerikane, po të shtohet numri I forcave zviceriane etj. Pra, KFOR-i në vetvete nuk do të mund të reduktohet shumë pak. Dhe ajo do jetë pasaj në varësi të analizave të riskut që do bën apo të nivelit të sigurisë që do të jetë. Pra, për takimi sotëm I Heksit ishte shumë domethënës dhe fjala e tij sot në takimin kjo do thotë që në samitin e radhës të NATO-s që do mahet në Korrik, në 2 javë parë Korrikut në Turqi, në Ankara, do t'jetë një nga samitet më të rëndësishme, mendoj, ku do ketë orientime të reja për mënyrën e organizimit dhe menaxhimit të NATO-s. Mund të hidhen ide ka më të ndryshme, sepse Europë, po ta marrim rastin e Iranit, pra konfliktin e Iran. Europa referuar Nenit 5 është komplet në rregull. Pra, Neni 5 vihet në funksion nëse njëri nga shtetet anëtare goditet apo sulmohet në territorin e tij.
pra sulmuar territori një shteti antar. Në rastin e Iranit nuk është sulmuar territori amerikan. Kështu që në e farë mënyrë nuk ka europianët ishin shumë qartë për veprimin që do bënë. Nga ana tjetër, njëjtën gjë bën edhe në konfliktin e parë që pat me vendet me Irakun, pra në konfliktin hershëm me Irakun, që nuk u përfshin vendet europiane, u përfshi vetëm Anglia, Mbretëria Bashkuar. Pra Amerika i ka precedentet kur një NATO nuk ka zgjedhur të shkojë ndihmë shkak të parimeve. Kështu që por ajo që thotë që NATO nuk ka ndërmend të largohet, plotësi Amerika nuk ka ndërmend të largohet, duket sepse vetë Hegsi thotë sot tha që disa do ta kalojnë testin. Pra ideja ishte që ato shtete që kanë arritur të shtojnë, kanë marrë qëndrim mirë ndaj Amerikës dhe që kanë arritur të shtojnë investimet, ato në ato vende nuk do lëvizin trupat amerikane. Vende tjera të cilet nuk janë treguar të gatshme dhe nuk janë përgjigjur këtyre, do ulet numri i trupave. Ndërkohë që është ideja e forcimit të krahut lindor, sidomos të ish vendeve të bllokut komunist të cilët janë anëtarë të NATO-s. Vetë ministri i mbrojtjes i Polonisë, domethënë dha një informacion që mundet që Shtetet Bashkuara të kenë një bazë të përhershme, pra të shtojnë një bazë të përhershme në Poloni. Pra po ti shohësh këto duket sikur ka ndërmend tërhiqet sepse flitet shumë, po ti shohësh veprimet nuk janë të ndoshta po të japësh si një paralele, është si një prind i cili thotë fëmijës hit hapat e parë, ecë në një fushë caktuar, por kjo është mënyra se si kërkon. Kjo është mënyra se si kërkon të arrijë synimet e veta Trumpi. Pra të shton një trusni të jashtëzakonshme dhe pastaj bi dakord me ato nivelet që ke arritur. Pra këtë po synojnë edhe me këto vendet e NATO-s dhe efekte ka thonë kjo, nuk është se nuk dha. Sepse po thuaj se gjithë vend duke marrë parasysh edhe konfliktin, kanë filluar të shtojnë buxhetin e mbrojtjes. Krisave, se të ndërpreva. Jo, ideja ishte që kam përshtypjen përtej heqjes së trupave në këtë rast, si edhe kjo thash është diçka që është diçka shumë e paqartë, sepse Polonia është rasti i Polonisë që kërkon dhe ka një informacion që do shtojnë trupat diku do ulen trupa, pa është thjesht një mënyrë e cila është një lloj presioni që bën nga vendet europiane, pa diskutim, dhe një pjesë e vendeve europiane thash nuk duket se kanë marrë seriozisht që Spanja dhe Portugalia, por ideja është që përtej sjelljes të këtillë nga ana e Shtetit Bashkuar, unë mendoj që po shkojmë drejt një NATO që drejt më evropiane në këtë rast, me amerikanët që shohin që nuk kanë ndonjë rrezik, le të themi, shumë të madh në Europë, pra nuk kanë ndonjë rrezik që mund të plasë në një luftë evropiane ku Shtetet Bashkuara duhet të jenë të pranishme në këtë rast, dhe aq më tepër që i jep një mundësi amerikanët të përqendrohen dhe më shumë tek Azia e largët, ku është rasti i Kinës, pse jo dhe në lindjen e mesme, sepse edhe lufta me Iranin tregoi që dhe kapacitetet amerikane janë të fundme në një moment, pra nuk mund jetë Amerika dhe në Evropë, të jetë në lindjen e mesme, të jetë edhe në Azinë e largët. Kështu që e shoh më shumë si një mënyrë për të ndarë detyre në këtë pikë ku evropianët kanë kapacitetet financiare, ekonomike, ushtarake për ta ngritur dhe më shumë nivelin dhe për të qenë të gatshëm të përballen me kërcënimin e Rusisë, sepse në Evropë vetëm kërcënim që është Rusia, dhe aq më tepër që vendet evropiane për shumë ekonomia, Bashkimi Evropian është rreth 18 herë më madhe se ekonomia e Rusisë. Pra nëse flasim në terma ekonomike dhe financiare, kapaciteti që ka Bashkimi Evropian për të investuar teorikisht në pajisje ushtarake duhet të jetë 18 herë më i madh se ai i Rusisë. Dhe para këtë këndvështrim dhe nga ana e amerikanëve shikojnë që ndoshta nuk është më nevojshme një prani kaq e madhe amerikane në momentin kur ka një disbalancë të tillë mes vendeve evropiane dhe Rusisë nga ana tjetër. Por unë mendoj që çështja e trupave amerikane në Evropë është çështje simbolike sigurisht, sepse në rast të një lufte në Evropë, në rast se le të themi Rusia sulmonte vendet sulmonte Polonin, për shembull në rast të këtij, është prania e trupave amerikane në Poloni një farë mënyrë përfshinte drejt për drejt Shtetet Bashkuara. Pra prania e trupave amerikane në Evropë është një lloj deterenti. Pra në faktin që në momentin që një shtet që ka trupa amerikane mund të sulmojë nga Rusia, fakti që kishte trupa amerikane në një mënyrë ose tjetër përfshinte edhe Shtetet Bashkuara në një luftë të tillë. Pra është një çështje simbolike prania e trupave amerikane në Evropë. Dhe nëse shkojmë bet një heqje masive, siç thotë Pitexas, gjë që duhet parë me dyshim, sepse mund të hiqen diku, mund të shtohen diku tjetër, por nëse hiqen në mënyrë masive, mund të hiqet edhe një lloj simbolike nga prania amerikane. Për shembull, edhe prania e trupave amerikane në Kosovë, nëse hiqen trupat amerikane nga Kosova, dhe simbolika e trupave amerikane në Kosovë sigurisht bie në këtë rast. Pra ato mund të zvendësohen nga kanadezët, nga turqit, nga italianët dhe kështu me radhë, mund të qëndrojë një njëjti numër ushtarësh, por nuk është një lloj simbolika si të kesh trup amerikan në Kosovë, si thua, është një lloj si të kesh trupa kanadeze. Pra dhe simbolika ka ekzistuar gjatë gjithë këtyre viteve, ka praktikën 50-60 vjet
vitet e fundit simbolika që është shumë e fuqishme në këtë rast, sepse ideja është se shkon në luftë me një vend që ka trupa amerikane, do të thotë që amerikanët kanë përfshirë drejt për drejt. Nuk janë 5000 kilometra larg në Washington. Simbolike rrezikshme kjo, profesor, kur bëhet fjalë për një Europë, siç argumenton Ledioni, pa trupa amerikanë brenda prezencës saj, apo është edhe një lëvizje strategjike të një Europe e cila nuhat një luftë më të gjerë dhe thotë unë po largohem? Europa përgatitet për luftë, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesa të tyre diku tjetër, pra që është në zonën e Indo-Paqësorit, dhe do të përqendrohen atje. Po, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është se po I largojnë gjithë trupat nga, domethënë, prezenca atyre, ata vetë thonë një rishpërndarje në farë mënyre. Pra, po I rishpërndajnë forcat dhe do të mbështesin, në këtë mbështimin tim, do mbështesin vendet e Europës lindore. Pra, pjesë antarët e ri të NATO, sepse po e themi antarët e pas viteve 90, pra pas përfundimit të luftës së ftohtë. Por mesazhi është I qartë I presidentit Trump ishte dhe është që Europa duhet të kthehet nga konsumus sigurie në prodhues sigurie. Pra, duhet marrë vetë fatet e veta. Ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast do të jenë garantuesit mbështetësi strategjik. Pra nuk do të thotë se do të hiqen, se janë disa shërbime që I ofron NATO, mbrojtjen bërthamore, për shembull, që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, zbulim strategjik që kanë shtetet, parandalimin e hershëm, që kanë, të tëra këto do duhen 10 vjeçar që t'i bëjë Europa të vetat. Kështu që nuk mund të flitet për një largim. Mund të lëvizin forca, mjete mund të lëvizin forca, pra të shpërndajnë forcat ose të rishpërndajnë ose edhe të shkurtojnë, po janë një pjesë shërbime që janë të pazëvendësueshme derisa të kalojë një periudhë që Europa ti përgatisi vetë apo të investojë në këtë fushë, gjë që po bën përgatitje intensive, sidomos Gjermania, Italia dhe këto vende të cilet kanë edhe teknologjinë që mund të ofrojnë për zbulimin e hershëm e tjerë. Pra, pavarësisht se flitet shumë, pavarësisht se unë nuk mendoj që është për të shqetësuar që po hiqen Amerika nga Europa. Amerika ka interesa strategjike, bile unë them që në konfliktin e fundit, në konfliktin e Iran, Shtetet Bashkuara panë që çdo thotë të ftohesh marrëdhënie me aleatët strategjik. Europa në ka aleat strategjik. Ka aleat strategjik që do t'i duhet edhe nesër në Indo-Paqësor, nëse do vi puna kjo NATO. Kështu që unë nuk mendoj që presidenti Trump do të synoj të largoj Shtetet Bashkuara, t'i largoj Shtetet Bashkuara të Amerikës nga NATO. Vetë ajo simbolika, me qenë se po fliqim për simbolika, vetë simbolika e nënshkrimit të marrëveshjes e të memorandumit të mirëkuptimit me Iranin në Versailles, një vend historik ku janë nënshkruar marrëveshje historike, tregoj që edhe që është në qendër të Europës, që është se mund ta kishte bërë diku tjetër, mund ta bëshin edhe në Islamabad, mund ta bëshin edhe në Zvicër, por e vendosi ta bëjnë në Versailles. Kjo tregon që edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përsëri kërkojnë përfshirjen e Europës edhe në problemet e lindjes mesme. Pra ka një simbolik edhe në këtë rast. Pra, si përfundim... Dhe kur flasim për këtë memorandumin, sa t'ju themi njerëzë, ka lajme të mira kur bëhet fjalë për Hormuzin, ja kemi aktualisht në ekran të gjithë lëvizjen dinamike të shpejtë, se u hoq dhe blokada amerikane pas ditën e kësaj të njëjtë e konfirmuar nga J.D. Vance, kështu që shihet që ka një rrjedhim për ekonominë, por edhe për qytetarët që janë shqetësuar nga çmimet e larta. Absolutisht, kjo ndikon në gjepat e shiko, raportet, po ta analizosh memorandumin, mund të ketë shumë probleme, jo pse u lshu kaq, pse u lshu aq. Në total, në nivel global, qytetarët janë përfitues, sepse do ulen çmimet e naftës, çmimet e shërbimeve, sepse me naftën lidhen edhe produkte deri tek prodhimi i bukës. Pra janë të lidhur. Kështu që në një farë mënyrë Shtetet Bashkuara të Amerikës janë përgjegjëse vetë për atë marrëveshje që kanë nënshkruar, rëndësi ka që ka një paqe tashmë dhe funksionojnë nafta rrjedh, domethënë tha presidenti Trump. Nafta rrjedh, do të shohim padyshim edhe çfarë do të ndodhë në minutat në vijim. Nëse nuk ke diçka për të shtuar Krisafi, kemi rritur këtu në fund të War Report, Ledion Krisafi, profesor Shala, kënaqësi kisha mbrëmjen e sotme në program. Ju e dini se të rehat më të fundit, jo vetëm për konfliktet globale, por edhe për gjitha zhvillimet dinamike nga politika vendi, rajoni e bota, i gjeni duke klikuar në çdo kohë në abcnews.al dhe mund të na dëgjoni në Radio ABC 105 FM. War Report rikthehet sërish të mbrëmjen e hënë, kësaj here në orën 22, siç kemi qenë në transmetim për gjatë kësaj jave. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.